Cilat janë kriteret e dashurisë për hir të Allahut? Si të dallon ata që pretendojnë se të duan për hir të Allahut, ndërsa prishën e distancohen për hir të diçka tjetër? Kjo është dashuri e rrajshme. Nëse dy persona pra pretendojnë që duan për hir të Allahut, mirë po kur vjen çështja e dunjos, prishën për çështje të dunjos, ata nuk janë dashur për hir të Allahut. Për arsye se çu kanë thonë selefit, dashuria për hir të Allahut, as këtë dashuri as nuk e shton bamirësia, po kur dikush të bën mirë ty, nuk shtohet kjo dashuri, se nuk e donte ato për dobit kësaj bote. Sado që t'jep ai, kjo nuk ta shton dashurinë ndaj tij, nga se te e ki veç dashurinë ndaj tij për hir të Allahut. Nëse e sheh që dikush për të bën mirë, po të shtohet dashuria ndaj tij, nuk është kjo për hir të Allahut, por ka për interesat kësaj bote. Po gjithashtu kjo dashuri nuk ka mangëson pra sjellja keqe. Nëse te e don dikon për hir të Allahut, ai don për hir të Allahut. Mirë po ndonë ndonjëherë, po njerëz gabojnë, siç dihet natyrën e tyre kanë gabimin, i hin hak njëri tjetër ose sillen keq, edhe prishën, atëherë ata nuk e kanë pas këtë dashuri për hir të Allahut, por e kanë pas për interesat së bote. Kjo është një kriter që kanë vendosur dietarët se si me dallu dashurinë për hir të Allahut, edhe që nuk është plotësisht për hir të Allahut. Po mundet me kanë një pjesërisht, mirë po jo plotësisht. Dhe disa dietar ka thonë, kur i ka thonë dikush, po dikujt prej selefit që du për hir të Allahut, ka thonë, nëse më do për hir të Allahut, am lën me ta shti dorën në xhep edhe me marr çka dush pi parave që i kin xhep. Ka thonë Allah se kom arrit atë nivel halo, ka thonë ata halo s'm don për hir të Allahut. Po dashuria për hir të Allahut është që kur i thotë dikujt du për hir të Allahut, ja jep koletën dhe thuaj marr çka dush, le çka dush. Mundet këtë me t'i marrë dhe kthen koletën në xhep pas një cent. Kjo është dashuri për hir të Allahut.